Nuk ka institucion I cili e ka delegitimu votën e tyre. Nuk ka institucion në Kosovë. Nuk ka institucion. Okej, edhe reagim Maliqi pastaj Drenoni ka. Nuk kem shka me bisedu për listën serva, është vetë përjashtu, me që është në dirigimin e Beogradit, nuk po flasim për ta. Asë një subjekt jo në një me qeverin. Kreziu po duhet përfshirë. Kreziu po duhet përfshirë, zoti Maliqi. Ne po bisedojmë sonë të kush që me bojë qeverin ta subjekte tëra. Ata 10, jo 10, 9 njën ata, jenë me Beogradin, kur të kryet procesi dialogat, atër të flasim për integrimin e ty. Mere pak, Maliqi, je duke I dhënë drejt faktit edhe përqasjes vetëvendosit që e ka përjashtuesin ndaj Sërkosovës? Ata jenë vetë përjashtu. Vetë përjashtu? Vetë përjashtu. Nuk mendoj. Pse s'mendon Kreziu Ata kanë qenë pjesë e institucionet Kosovës, vazhdojnë të janë pjesë e institucionet Kosovës. Ata kesh përdorus nominal të drejtës për të qenë pjesë e institucioneve. Ajo konë manipulim klasik. Ata e kanë pas statusin dual gjatë luft gjithë kohës. Do të thënë, kanë votu edhe në Serbia, dishka. Gradualisht ju kanë marrë të drejtë. Formalisht që kanë votu në Shqipëri. A mo zoti Maliqi, a duhet në që shumisht ashti ta fordojnë këtë jazhin e që ati vetë për jashtimit të yne, apo ta duhet që ti integrojmë ata dy në këtë moment, në këtë situatë, për duhet më gjithë ata askush nuk e llogarit ata për numra. Aty si dje, zoti Maliqi. Është vërtet, ekuacion nuk është duke vendosur. Zoti Maliqi. Pragmatike, historia, zoti Maliqi. Se këto më idealizoni ju. Jo, nuk pe idealizon, kemi të bëjmë me situate mbamendjes historike, institucionale, politike në Republikën e Kosovës. E di, po, ani, e keni shliru, jo e keni shliru. Jo, kush jenë ana? Po, e di, e lëdëdosja. Qa mu në vendosje? Pa e ti në qysh. E keni për zonë ata. Atër ju PDK-ja, në që se na vetë vendosja pas kum shliru, ju PDK-ja e keni prit ka 6 orë, ka 6 dit me po koalicion me ta dhe me arqit kushtet atë. Masi na vetë vendosja. Pse jo, janë deputat parlamentit Kosovës, bota po etiketon zoti Maliqi edhe është e pa drejtë dhe jo korrekt. Po ju që Sos propaganda kjo që një faktike. Lista sërbska, a ka bo një shkrim me PDK-n tënde. Sukseset tonë e keni izolu Kosovën, apo? Kush e ka izolu? Vendosja. Po a sta ka njoft lista sërbska, ki pas Radojqiqi. As ta një realitetin, edhe ka në shkru koalicion. Maliqi tha ata janë vetë përjashtuar, nuk është që I mbrojti në asnjë variant për sërbskën. Ta janë vetë përjashtuar për shkak lidhjeve tyre që I kanë edhe për shkak paqartësisë që e kanë ambiguitetin që kanë shfaqur vazhdimsi se janë lojal Beogradit. Për çka jo. Kur je lojal ndaj një Beogradit që don me të shtu. Edhe s'nje, po mirë, se ka mos pajtim Maliqi. Ata kanë të drejtë në përgjithësi cilat e ka marrë Kosova në asociacionin e Kosovës, përgjithësi cilët nuk është duke përmbyll Kosova. Edhe ata dalin nga institucionet e Kosovës si reagim drejtësor. Kesh përdorin ato drejta. Kush e kesh përdor ato? Sërbska. Kryeministri Kurti që ka nënshkruar në orë, kryeministri Thaçi, kryeministri Kurti s'ka nënshkruar. Jo zoti Thaçi. Jo zoti Kurti. Ish kryeministri Mustafa që ka nënshkruar marrëveshje. Kush e kesh përdor? Problemi te Thaçi, te Isa Mustafa, te Albini. Cilat kanë qenë kushtet e listës sërbska edhe dalja tyre nga institucionet. Kesh përdorimin I kushtetuesit ligjor, për kesh përdorimin e drejtës. Përgjithësi cilën e ka marrë Kosova nga viti 2013 edhe hala nuk arrin ta realizoj. Kush? Kosova. Parlamenti Kosovës edhe qeveria Kosovës. Ka fjalë për marrëveshjen viti 2013. Pa rrjedha gjonave çysh është? Pa rrjedha gjonave ka vazhdu është parlament vetëm është parlamenti që e ka miratuar si ligj. Disa kryeministra kanë si marrëveshje ndërkombëtare. Drenori kërkoi ndërrim vetëm pak për historinë, se unë vetëm jashtë lojës janë lista serbe për këtë qeveri. Janë jashtë. Çfarë është kjo vetë për opozitën, a mund të kundërshtojnë në lojës? Me ato janë historia politike që kanë qenë brenda lojës. Maliqi është duke thënë që ata janë vetë përjashtuar, është qartë. Pozitive që keni fitu, vetëm për që ato e keni fitu, se njerëzit po mendojnë se vërtet o çliru veriu.
Se çka ka ndodhur me veriun është Po, të vërtet që shliu veriu, po 99-ën ama. 99-ën u shliu veriu. Drenori e Edhe jugu edhe veriu. Nëse s'u shliru ashtu okupu. Gash.